me kolegë. Në rast se ka qenë shoqja, kolegja, keq me fytë se jem njerës mbi gjitha dhe mundet me ndonë dhe mos me qenë mirë se mi majti 30-40 koncerte, është normal. Ka ndodhë që mbrapa perdeve, kom najtë me mikrofon, nëse diçka i ndodhë kolegës, me hi merë me intervenu, mos me dalë keq ajo në skenë. Kështu që për neve në atë ko ka qenë i raport shumë i mirë dhe shumë i shnosh. Me cilat kolege nga koha dikur më banë ende raporte? Që e pinë do shta një kafe për qif? Mund të them me shumicën. Piceku dhe me amna se me të vërtet me Violet Kajtazin pi për çdo ditë kafe dhe jem koj shike me Loren, Giljen, do më thonë, Mimozën, Vjolca Gjun, kom shumë e shumë tjera që nga ka met prej për para shoqënia, do më thonë, prej viteve 90-ta, ne asë njëherë nuk kemi dhnu, asë nuk kemi pas konflikte, kem shoqëni shumë të mirë dhe vazhdojmë të kem shoqënin e mirë. A bëni thashe themen ndo njerë? Kur janë të mira, ka njerë është mirë. Mua nuk janë thashe theme të dëmshme, janë gjithmonë të mira. A ju mungon ajo ku? Po, mungon veç e mirë është të thashe dhe kjo ku. Do më thonë se për neve është fatë që pi përjetojmë, do më thonë, 2 etapa tjetësore dhe ato ma qysh ka qenë. Shumë herë bojmë hajgare se që kemi dalë në skenë, do më thonë. Si kemi pas këto komplekse, të them. Si janë komplekse, po në atë ko kemi dalë, s'kemi pas grimer, s'kemi pas ka pas, po jo na me shkune për koncerte me... Kemi krej flok, ti kemi bo minival në atë ko se ma shumë flok, i kreshëm edhe dishëm s'kem performojshëm, po mbi gjitha për neve ka qenë rëndësishme performanca, e mundua publikut kënaqën me neve, mju përqu mesazh të mirë edhe kjo. Me qëra fjalla po duke shumë bukër. Faleminderit, edhe ti si gjithmonë. Edhe ganja nuk ka ndryshu asë njëherë, nuk kena pa transformime në dhoja të ganës. Që shëru në linjë në ganja? I falenderoj Zotit mas pari se shumica mbesin që apo banë. Kur që zbëj, sidomos unë ushqimet asë njerës ku maj dietë që mbajnë shumica, po fatmirësisht e kam edhe pak genetike, kështu që i hatë gjitha ushqimet, nuk e kam problem u rujtë asë njëherë. E gjithë duhet të jemi si ganja. E sidomos bruma ha shumë. Kështu që me shoqet kur dalë ka njerë atu të do me thonë ham pite. A gatun vetë? Jo, e kam një kunat që ka të stile të mbën që ka duon, edhe që më thira je, për marë se tash e bëj pite, kështu që i kam arak brumat shumë dhe i preferoj shumë. Gane, letë këthemi prapë të muzika. Tripika dhe Gjamadani via dueti famshëm me Ilirët ka qenë një emocion i vërtet për periudhën e 90-tave. Qka më përnë men nga jo kohë dhe qëfar raporti keni sot me grupin Ilirët? Të mirë, normal me shemin. Ka qenë periudhë artë, më i të thëmë, se me të vërtet kemi pas pa revolucion në atë ko. Kur se aroj që kur kemi shku në Gjermani në 94-ën me koncerte, kemi dalë pak ma ndryshe, ma modern s'kem, edhe e di që me Ilirët kemi pas suksese shumë të mëdhaja. Për Gjamadanin mos po flasim se e këthym në një ritëm pak ma modern, pak ma ndryshe, se e ka qenë kongë folklorike, e ma ndej na me sheminve që e këthym pak ma zbavit se kongën, se na ashtu edhe performoj shumë. Kështu që ka qenë jo mirë, po shumë mirë. Do më thonë, rritja publikut, ajo risia jonë që e bënëm ma ndryshën s'kenë, kështu që kanë qenë tash dhe ma herët vite që kur këthejna dhe i analizoj dhe i kujtoj, me të vërtet kanë qenë shumë të pa diskutushme. Edhe raporti normal, urna. Po ta kujtoj edhe një moment, kur ka fitu Sali Berisha, e ki këndu këngën Miropavshëm. Edhe a ka qenë sfiduse për ty në atë ko? Shumë sfiduse, edhe knasi dhe sfiduse, po më ke këthy shumë largë. Në atë ko, këmë bashkënu edhe me Elitën 5 edhe me Ilirët. Do më thonë, me Elitën 5 e kemi pas një kongë që
patëm ftu me punu me ta, ka qenë gjimë bone ta i moj vajzë, kështu që edhe me ta kum pas disa koncerte në atë kohë. Ma ndej me Ilerët, po kemi pas ftesën me knu në atë kohë. Peripetit diri sa kemi shku në Tiranë, do më thonë po flitet për vitin 86, kanë qenë shumë të fështira, po ajo ndjenja dhe knasia për me mri në ven aty dhe ishte hera parë që shkojsha në Shqipëri, se na jemi sfidu shumë në atë kohë, do më thonë kemi pas shumë probleme gjatë rrugëve, se djetë që shka qenë situata, e na si artist për me shku në ven dhe për me përçu një mesazhe për mi knash shqiptarët ku do që janë, jemi sfidu shumë. Edhe kemi rreziku. Pa tjetër, se do më thonë ti e ke pas rrezikshmërinë gjatë krejt udhëtimeve që djetë në atë kohë prej shka qenë situata, e kështu që jemi kanë shumë të sfidum, po knasia dhe vullneti për me mbri në vend dhe për me performu